Kompania Regina Group transformon ambientet e jashtme të shkollës publike 4 Heronjt në Vlorë. Sot në mjediset e shkollës është zhvilluar dhe ceremonia promovuese të pranishëm autoritetet të Bashkisë Vlorë, nënkryetari komanduar Elis Halili, ndërsa pjesë e ceremonisë dhe përfaqësues të kompanisë Regina Group. Drejtoria e shkollës 4 Heronjt, Silvana Nikaj, ka vlerësuar investimin, i cili sipas saj ishte një domosdoshmëri, pasi fushat e vjetra e kishin humbur prej kohësh funksionin e tyre. Sot në shkollën 4 Heronjt u bë inaugurimi i fushës së re sportive, ambientit më saktë të themi të argëtimit të fëmijëve, sepse nuk është vetëm kjo fushë, është dhe pjesa tjetër e gjelbëruar që do pasurohet ende me disa lodra për fëmijë, pasi këtu në shkollën tonë kemi dhe kopshtin 4 Heronjt. Ishte kënaqësi sinqerisht që të kishim këtë fushë të re, këtë ambient të ri. Është një vlerë e shtuar e shkollës tonë, pasi në këtë moment neve promovojmë edhe ato pjesën e reformës që po bëhet në shkollë për të shtuar sportin, pra për të përkushtuar sportit fëmijët. Në këto momente fëmijët e shkollës 4 Heronjt kanë një ambient shumë të këndshëm, basketbolli, volejbolli dhe mini calceto, më thënë sepse janë dhe portat e vogla të atyre. Shumë të kënaqur nga ky sponsorizim, shumë faleminderit zotit Vasil, shumë faleminderit grupit Regina që ka sponsorizuar dhe ka bërë këtë pjesë të disponueshme dhe të aksesueshme për fëmijët e shkollës 4 Heronjt. Ndërkohë prej sot, 146 shkollarët e shkollës 4 Heronjt do të zhvillojnë mësimin e fiskulturës në 2 fushat e sportit të rikonstruktuara, atë të volejbollit dhe fushën e minifutbollit. Por jo vetëm, krijimi një kopshti të vogël bujqësor për të vegjëlit, në mënyrë që ata të edukohen me punën për të kultivuar produkte bujqësore, pjesë e investimit të kompanisë Regina Group.